ashtu siç e dini ju dhe gjithë opinioni publik, unë nga data 16 mars jam zgjedhur kryesues në Këshillin Prokurorial të Kosovës. Nuk është kjo që unë tani kam hyrë në sistemin prokurorial, për shkak se pjesë e sistemit prokurorial jam pothuajse nga viti 2012, kur edhe kam marrë dekretin për prokuror, fillimisht në Prokurinë e Gjakovës dhe më pastaj në Prokurinë e Prishtinës, prej aty edhe në Prokurinë e Apelit, prej nga edhe jam zgjedh antar i Këshillit Prokurorial në janar të vitit 2023 në një proces të rregullt transparent. Tani, me të marrë detyrën në Këshillin Prokurorial të Kosovës, kam bërë skanimin dhe akoma jam duke e skanuar gjendjen në të cilën gjendet Këshilli Prokurorial i Kosovës. Kisha dashur që Këshillin Prokurorial të Kosovës ta gjej në një situatë tjetër, jo në çfarë ai gjendet sot, duke marrë parasysh problemet që kanë qenë të akumuluara dhe trashëguara në këtë këshill, duke filluar nga problemet e mëdha që ka të bëjnë me mungesën e buxhetit, probleme tjera të pazgjidhura për cilat edhe opinioni publik është shumë interesuar, çështjen e moszgjedhjes së prokurorit të shtetit, pastaj çështje tjera të mungesës së do thotë të konstituimit të komisioneve të përhershme të Këshillit Prokurorial të Kosovës, të cilat vetëm në javën e parë të punës sime i kam mbajtur 2 mbledhje të jashtëzakonshme dhe një mbledhje të rregullt, në të cilat mbledhje, sidomos në këto 2 të jashtëzakonshmet, kemi trajtuar çështje të cilat nuk kanë duruar pritje, për shkak se të njëjtat kanë qenë pra çështje të afatshme, do të thotë në pyetje ka qenë afati për vendosjen e kërkesave që janë drejtuar Këshillit Prokurorial të Kosovës, dhe që të mos i humbim ato afate të cilat kanë mujt me pas, do të thotë pasoja nëse do të shtyheshin tutje. Jemi detyruar që të kemi 2 takime të jashtëzakonshme dhe një takim të rregullt, në cilin takim janë konstituar edhe komisionet e përhershme të Këshillit Prokurorial të Kosovës, 3 prej tyre, të cilat i kam gjetë jo funksionale, për shkak se dihet mandati i antarëve të paraprak që ishin në përbërjen paraprake ka skaduar qysh në muajin dhjetor dhe është dashur që të njëjtit pra të zëvendësohen me antarë të ri. Kemi arritur që në kuadër të këtyre 3 komisioneve të caktojmë kryetar të këtyre 3 komisioneve, po ashtu në 2 prej tyre kemi caktuar edhe antarët dhe në takimin e radhës në njërin prej këtyre komisioneve që bëhet fjalë për komisionin e performancës, do t'i zgjedhim edhe antarët, për shkak se për zgjedhjen e antarëve në këtë komision është një procedurë që rregulloria ka parapo pak më ndryshe në raport me 2 komisione tjera, për shkak se duhet të bëhet nominimi nga ana e kryeprokurorëve të prokurive në nivel të Kosovës. Pastaj ky nominim i këtyre 2 kandidatëve që bëhet nga ana tyre ka lënë në një proces të verifikimit brenda trupave të Këshillit Prokurorial të Kosovës, në kuptimin që kanë mandat të përhershëm, të mos kenë masa disiplinore. Prandaj vetëm pasi që të bëhet ky verifikim, do të bëhet edhe kompletimi i komisionit për vlerësimin e performancës në një nga takimet e ardhshme. Kjo është gjendja që unë kam gjetë në Këshillin Prokurorial të Kosovës. Këto janë probleme të akumuluara pra ndër vite, por shpresojmë që me një përbamje të re që do ta kemi tani në Këshillin Prokurorial, do t'i qasemi këtyre problemeve për t'i zgjidhur, sepse nuk durojnë shtyrje shumica prej tyre. Pra, mjemoria e problemeve kryesues që natyrisht tregon që Këshilli Prokurorial ka shumë punë. Por gjatë krejt kësaj kohe kemi pasur që për të ardhur deri te kjo situatë ku ka një përbërje të re, ka një kryesues të ri, ka antar të ri dhe pritet që të ketë edhe antar të ri të Këshillit, nga përbërja e vjetër u krijuan shumë probleme. Pse ka pas një rezistencë kaq të madhe nga ana e antarëve të Këshillit Prokurorial për t'u reformuar? Kujt i ka pengu dhe pse i ka pengu kjo reformë për të cilën është folë shumë në publik, është bërë kërkese vazhdueshme edhe nga faktori ndërkombëtar që të ndodhë sa më parë? Procesi i reformave nuk është i lehtë në asnjë vend, në asnjë institucion. Nuk ka qenë i lehtë edhe për vetë Këshillin Prokurorial të Kosovës. Procesi i reformave në Këshillin Prokurorial të Kosovës, indicet e para, shkëndijat e para i ka dhënë qysh me hyrjen në fuqi të plotësim ndryshimit të ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji kishim disa ndryshime. Në mesin e ndryshimeve që kishim në këtë ligj, ishte edhe sa i përket përbërjes së Këshillit Prokurorial të Kosovës, ku nga ajo përbërje që kishim me 13 antar në ligjin paraprak, në ligjin e ri tani kishim vetëm 7 antar, pra kemi një reduktim të numrit nga 13 në 7, dhe natyrisht që tani kemi një përbërje të balancuar
me këtë ligjin e ri, pra kemi 4 anëtarë që vinë nga sistemi prokurorial që janë anëtarë prokuror, 3 prej tyre që janë të zgjedhur dhe një sipas detyrës zyrtare, ndërsa 3 janë anëtarë që vinë nga Kuvendi i Kosovës. Kjo përbomje e balancuar e këtyre anëtarëve vëri në pas shumë divergjenca që ekzistonin brenda vetë Këshillit. Dhe me hyrjen në fuqi të këtij ligji ishin edhe disa obligime që Këshilli Prokurorial kishte do të thotë para vetës, sepse duhej që 6 muaj përpara të fillonte zgjedhjen e anëtarit të ri që vinte nga radhat e prokurorëve. Pastaj për ta kryer këtë proces u desh që të nxirret një rregullore, rregulloria pra për zgjedhjen e anëtarit nga radhat e prokurorëve. Unë si bartës edhe i komisionit, si kryetar edhe i komisionit për çështje normative në kuadër të Këshillit, pra më njëherë pasi që kam marrë autorizimin dhe mandatin prej Këshillit, kam filluar me procesin e draftimit të kësaj rregulloreje, e cila rregullore për herë të parë është bërë në një mënyrë tjetër në raport me gjitha rregulloret që janë nxjerrë, sepse qysh me krijimin e grupit punues që ka marrë pjesë në draftimin e kësaj rregullore, kam përfshirë edhe grupe tjera, partnerët ndërkombëtar, pjesëtarët e shoqërisë civile, organizatat e ndryshme, do të thotë jo qeveritare, të cilët kanë dhënë kontributin e tyre dhe kanë qenë pjesë e grupit punues. Dhe vetëm pasi që të gjitha këto punë janë kryer në kuadër të këtij grupi punues, pastaj në Komisionin për çështje normative e kemi trajtuar këtë rregullore, e cila thash është nxjerrë në transparencë të plotë dhe pastaj kemi dërguar në Këshill për miratim. Dhe në bazë të kësaj rregullore kemi shpallë edhe konkursin, respektivisht shpallën publike për anëtar, do të thotë prokuror, që do të vinte nga niveli themelor. Pikërisht këtu kryesues ka pasur probleme si duket më së shumti. Lufta më e hapur në Këshill u bë sidomos pas konferencës vjetore të prokurorëve, në të cilën u zgjodh si anëtare e Këshillit zonja Elza Bajrami. Ky vendim nuk u pranu nga një pjesë e anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe ajo që ndodhi ishte jashtëzakonisht e çuditshme. Përveç kundërshtimeve që u bën në Këshill Prokurorial, pati edhe shumë kontestime në rrugë ligjore duke ju drejtuar shumë pa di gjykatës. I gjithë procesi zgjedhor ishte një proces transparent në përputhje me rregulloren dhe ligjin për Këshillin Prokurorial të Kosovës. Ky proces ishte bërë në përputhje të plotë edhe me rregulloren që kishte miratuar vetë Këshilli Prokurorial me shumicë votash pa asnjë vërejtje. Siç e thash edhe më parë, kjo rregullore kishte kaluar të gjitha filtrat, po jo vetëm rregulloria, edhe ligji për Këshillin Prokurorial. Para se të miratoj, kishte kaluar 2 herë nëpër filtrat e gjykatës kushtetuese, sikurse edhe në mendimet e Komisionit të Veneciës. Dhe procesi që ishte zhvilluar, proces në cilin unë kam qenë edhe kryetar, do të thotë i Komisionit për procesin zgjedhor, ishte një nga proceset ndoshta më transparente, sepse gjithçka ishte live, ku i gjithë opinioni publik nga afër e kishte pasur se si ishte zhvilluar ky proces. Ky proces përveç që nuk ishte vërejtje, kishte marrë dhe lavdata nga shoqëria civile dhe nga partnerët ndërkombëtar më njëherë pas përfundimit të procesit. Ajo që pastaj ndodhi më njëherë pas zhvillimit të këtij procesi ishte pikërisht këtu e pakuptueshme, sepse pikërisht këtu filluan ato paknacit. Dhe paknacit nuk kishin të bënin me procesin, po kishin të bënin pikërisht me rezultatin zgjedhor që prodhoi ky proces. Ajo çfarë dua të theksoj, ashtu sikurse ligji dhe vetë rregulloria për zgjedhjen e anëtarëve prokuror parasheh që anëtarët prokuror i zgjedhin vetë prokurorët në konferencën e përgjithshme, e cila ishte thirrur dhe organizuar nga kryeprokurori i shtetit. Mirpo, edhe pse ky proces kishte kaluar nëpër gjitha këta filtra, kishte një paknatësi nga një numër i anëtarëve të Këshillit, të thotë paraprak, që si duket ky rezultat zgjedhor nuk u shkoi për shtati disa prej tyre dhe pikërisht për këtë filluan pastaj këto divergjencat, filluan disa kundërshtime që fillimisht ta kontestonin procesin zgjedhor, derisa filluan gjitha këto procedura gjyqësore pikërisht si rezultat i mos certifikimit, sepse edhe në ligj, edhe në rregullore për cilën po flasim, kandidati konsiderohet i zgjedhur në momentin pra kur votohet në konferencën e përgjithshme. Pra nuk është Këshilli ai që zgjedh antar, është pikërisht prokuria e shtetit, prokurorët me votën e tyre që bëjnë zgjedhjen e tyre, sikurse edhe kanë bërë në rastin konkret. Dhe se
rezultati ishte bukur i thellë, do të thotë në raport me kandidatën kundërshtare të kandidatës fituese në këtë rast, pra nuk bëj fjalë vetëm për disa vota, po bëj fjalë për shumë vota që ishin diferencë pra midis tyre. Dhe pikërisht ky rezultat zgjedhor si duket krijoi disa pakënaqësi tek një numër i anëtarëve që t'i bënin gjitha ato, do të thotë ato allakoma që ndodhen në Këshillin Prokurorial dhe pikërisht për shkak të këtyre pakënaqësive kishim edhe një procedurë që filloi ndaj vetë ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit zotit Kelmendi, pikërisht për shkak të qasjes që ai kishte në raport me vetë rezultatin zgjedhor, sepse do thotë edhe vetë i njëjti ka deklaruar në përparaqitjet e tij publike se kush qëndron prapa gjithë këtyre. Prandaj, i gjithë ky proces, meqense kishte përfunduar, do të thotë, në përputhje me rregulloren dhe ligjin, si i tillë vetëm duhet të certifikohej, pra raporti i komisionit zgjedhor duhet të certifikohej në kuadër të Këshillit në një nga takimet e Këshillit Prokurorial të Kosovës, sepse në momentin kur Këshilli refuzon ankesën, sikur që ka ndodhur në rastin konkret të kundër kandidatës që kishte bërë ndaj procesit zgjedhor, aty Këshillit nuk i mbetet asgjë tjetër përveç se të certifikoj rezultatin zgjedhor, të cilin obligim Këshilli nuk e kreu dhe pikërisht për këtë i kishin pastaj gjitha ato procedura gjyqësore që u zhvilluan në raport me Këshillin, në raport me gjithë këtë proces dhe nëse nuk gaboj kanë qenë pikërisht 4 aktgjykime që janë nxjerrë nga ana e gjykatës dhe 2 aktvendime, të cilat kishin një epilog të përbashkët, që procesi i shkarkimit të zotit Kelmendi ishte proces arbitrar, i kundërlidhshëm, pa një procedurë, do të thotë që kërkon ligji, dhe se procesi zgjedhor i zonës Elza Bajrami ishte proces i rregullt në përputhje me ligjin, një proces transparent pra që nuk ishte asnjë tëmet.